Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave Përballje me Gazin, Përballje meje është njëri prej kandidatëve të koalicionit vetëvenduese Guxha. Ai është bashkëthemelues i partisë Guxha në fund të vitit 2020. Zoti Tafil Peci, mirë se erdhe në Përballje me Gazin. Faleminderit për ftesën. A mundesh më na tregu pse ke vendosur rodhe me kandidu për deputet? A ka ndiku fakti që bashkë veprimtari ju i Fatën Peci, tash kryetari i Mitrovicës, nuk është kandidat? Ku i ka qenë ideja? Shumë interesant, në fillim shumë interesant. Është e vërtetë që unë jam faktikisht kandidat për Kuvendin e Kosovës me besimin e kryetarit të komunës zotit Fatën Peci. Që është e vërtetë, ana rrugtimi im me Fatën Pecin është diku ka viti 2015 dhe ne jemi pandashëm në të gjitha proceset politike. Në momentin kur kemi themeluar partinë Guxha, Lëvizjen Guxha, në fund të vitit 2020, ndoshta jam mesin në 4-5 themeluesve të Guxhës dhe kam qenë koordinator i partisë apo i Lëvizjes Guxha në nivel lokal në Mitrovicë. Edhe në zgjedhjet e 2021-s kur kemi garuar me Fatën Pecin për kandidat për deputet si listë Guxha me Vjosa Osmanin, unë nuk kam qenë pjesë e listës për shkak se kemi pas të dy të njëjtin mbiemër. Dhe në një listë. Po se në të njëjtit vend ajo është Zhazhës i bulletinë. Jo, jemi të njëjtit vend për shkak se Fatoni është shumë më i afër nga ona e Oxhakut ton se sa me një pjesë të Zhazhës, për shkak se është shumë afër edhe graviton me shtëpi, po edhe ka vija e Gjakut. Edhe kanë thonë familjarizëm. Dhe pikërisht për shkak të asaj, për shkak të këtij pozicioni, ne nuk e mujtë që të jemi dytë në listë. Dhe poshtë edhe ndarjen në postën në qeverinë Kurti 2, Fatën Peci emërohet si ministri i Bujqësisë, ndërsa te pjesa zavendës ministra ka qenë edhe emri im, po për shkak të dy familjarëve në një qeverinë ka qenë papranë jo e mirë, themi në atë kuptimin, dhe unë urdosh të emri im është tërheq. Mendoj që kësaj here, me qenë se kryetari Fatën Peci tash është kryetar legjitim i komunës së Mitrovicës, atëherë po domosdoshme që të bëhet një me ta lëshuar ranën ty pak. Një zavendësim, jo lëshuri e ranit, po një përfaqësim pak më. Faktikisht Fatoni ka menduar se në rast se dikush e përfaqëson dhe është një zoj i tij, jo vetëm i regionit, po edhe i Fatën Pecit, ai ka menduar se duhet të jetë Tafili dhe pikërisht kemi vendosur dy të së bashku pa asnjë hezitim. A ka ndikuar edhe entuziazmi i juaj për fituarën me Mitrovicën zgjedhje lokale, edhe na edhe tash po kandidojnë në nivel nacional se po na don populli anë. Jo, nuk isha shkuar këtë paralele për arsye se në të gjitha zgjedhjet nacionale koalicioni vetëvendosur Guxha ka dalë gjithmonë mirë. Domthonë kanë dalë ndoshta në qytetet nivel Kosovës, por ky koalicion ka dalë bën shumë më mirë se në disa qytete tjera. Jo, gjithmonë kemi pasur këtë rezultat edhe në zgjedhjet e 2021-s, edhe në zgjedhjet e fundit tash të shkurtit, edhe tash shpresojmë që do të jetë një fitore bindse, e sidomos në Mitrovicë, për shkak se puna e qeverisë Albin Kurti mas mirë i vret në veri. Dhe qytetarët e kanë pa. Domthonë prekjen, e kanë pa shtrirjen e sovranitetit, e kanë pa gjithë ato dhe unë besoj që kësaj herë na jeni shumë më mirë se sa në dy zgjedhjet e kaluara. E përmendë verion, nuk krejt mësaferve, nuk më pa ja bu një pyetje, për shkak se na këtu janë 100 metra 50 nga turës Tibrit, qysh pishes të 2 ura të reja që janë ndërtu, edhe a kanë me pengu që se ura të reja, hopkin në urës kryesore, me thonë, hajse ku mjaftueshëm vend ka me kalu, cila është ideja tyne? Por derisa do ta filloj edhe me këtë unë karrierën time artistike kam filluar në veri. Në kohën e masalldhënshme për herë të parë kam hapur ekspozitën në veri. Në cilën vet? Në 97 edhe 96 në 97 për herë të parë kur na s'kem pas institucione kem filluar është ekspozita ndoshta e parë në nivel të Kosovës që është bën veri. Prejna edhe po ashtu rrugtimi jam ka qenë në 97 një punësues me sëmdhënës në veri. Prej 99-s më veri unë nuk e shkollë shqiptare. Po. Ka qenë në shkollë me shqiptar, mas ditës shqiptar, para ditës serb. Unë kam pas si profesor pikturës? Po, si profesor i artit, unë kam pas të lashën se shkolla ka qenë e serbëve, po mas ditën na lashën neve shqiptare. E kështu që unë edhe kur hisha në shkollë, më lashën me hika në zoncat për shkak se s'u njofshin që jam sëmdhënës, më kon tepër i ri,
Po megjithatë prej 99-s më nuk më pas mundësi mu kthy në shkollë dhe si mi kthy kur. Dhe dukshëm vrej domthon ndikimi dhe shtrirja e sovranitetit dhe lëvizja e lirë që është bën veri. Sheve, na nuk mundëm në shumë raste do është diskutuar çështja e raportit me ndërkombëtarët e çështja e urës, meqense se lejohet apo nuk lejohet, çka ka të keqe të krijohet edhe një urë tjetër dhe u kriju shumë shpejt edhe tashmë ka lëvizje të lirë. Tash masi unë këty kryetorët e komunave, tash kryetorët nga lista serbe që i kanë fitu, a mendon se kanë me kon të lashë që shtrirja e sovranitetit në veri, a me pos këthem ropa, apo stabilizu si të ota, si pas kanë vështrimit juj, edhe më nuk kthejet atë ku kanë. Unë thëmë që shtrirja është deri në veri, është deri në kufi, edhe këto mund kjo slogani që është cepëm cep, tashmë e ki policin, e ki administratën, e ki komunat, e ki stemen, e ki logën, çdo komunë ka logën e vetë, e ki administratën, kështu që në asnjë mënyrë më nuk mund të ketë, ose s'mund të ketë më ndryshime. Pro dalja nga ky proces është pashmangshme, e çështja e kryetarëve është çështje që është vullnet i popullit. Na nuk mund të ndrojmë strukturën në përqindjen e komuniteteve. Pra, ai komuniteti i cili e udhëheq ato vende është në rregull, edhe zgjedh përfaqësuesin e vet. Po ndrimin e sovranitetit nuk ka kush që mund e kthem brapa. Shumë krenuhni me verinë, a dhe përgjithësi si parti, si koalicion, ura krejt, apo në kadëm se s'mi marrën e xhamin te ura Ibrit. Dhe para se mu kthy te xhamia, lokacioni më i vjetër arkeologjik është në veriun e Kosovës. Ku më saktësisht? Në Zhikovc edhe ekip bashkë të Bojska. Edhe pjesën lokacion më i vjetër arkeologjik shqiptar. Arkeologjik i shqiptarëve i Dardanis është në veriun e Kosovës. Dhe për pas asaj kemi edhe figura eminente që kanë jetuar në veriun e Kosovës. Pra, mos kthehemi te pasuria e imonit, e ujit. Pra është pozitë strategjike, mos kthehemi te eshtrat e Sabuletinit që varrosin veri. Pra, xhamia e cila është shkatruar nga serbët, e që është diku në vitit 1777, më zgabofsha sakt do të më konë, do t'ju kthehet besimtarve, do t'ju kthehet qytetit se xhamia ka qenë ikoni i qytetit. Ju e dini që në gjitha fotografitë e vjetra, imazhi i Mitrovicës është xhamia edhe ura. Nuk ka tjetër, edhe mullini i vjetër. Mitrovica njihet për këtyre 3 elementeve, edhe lumit s'ka diçka tjetër. Pra, dhe kur ku marru kjo xhami që është zëtim edhe i kryeministrit, e që ndoshta 2-3 vetë e kanë edhe datën e saktë se kur do të ndërtohet ose rindërtohet, datën saktë e di edhe unë, por nuk po e bëj publike, po mbrana disa mujve fillon edhe më shumti 5 muj. Do me thonë, në gjatë vitit tjetër fillon ndërtimi i saj. Në muajin e 5. Në muajin e 5. A është para po me kon e njëjta që shkatësin, a ku marru në xhami me arkitekturë të re? Unë mendoj që do të kthehet identiteti ashtu që shkatësin, po për detaje më të thellësishme besoj që do dalin publike, do dalin gjithë ato projektet të cilat ju mbo, në mënyrë ideore se si do duket. Interesant, ekskluzive. Në publik njihesh edhe se familjarët kanë përmenë shpesh për krasit e tu, familjarë i Sabuletinit, i Buletinit, ju një krejt faktikisht, krejt fshote në një mbjam, në një kushëre me zvejt, varësisht prej shkollës, gjoku që kene. Apo më tregon cila është afërsia juve me familjen e i Sabuletinit edhe cili është ideja juve me shty promovimin e veprave e të herojt të kullës, a keni ndaj projekt konkret, a ku më investu më që të najherë sa të kull, a nëjë sam për shkak se jeni edhe artist me profesion, nëse artist njohëm. E para është e vërtet që shumica thirrën në emrin e herojit Isa Buletini, por nuk ka të keqe që thirrën se buletini janë shumë pak. Dhe ata që janë shumë pak janë pikërisht të gjakut Isa Buletinit. Unë e moj emrin e Tafil Buletinit, djalit vllau të Isa Buletinit. Tafili ka qenë jo vetëm që ka qenë luftar, po ka qenë edhe ai i cili ka marrë të gjitha proces verbalet në çdo kontakt të Isa Buletinit. Dhe falti na sot kem shumë libra, dhe një herët ka qenë edhe prefekti i Shkodrës, i Vlorës, i Tetovës, i Kukësit,
domthonjë ka qenë me pozita të larta. Dhe unë jam krenar që mbaj emrin e tij, jam krenar që i rrjedh nga një xhak i familjes të madhe, e cila ka jap gjithçka për këtë vendin tonë. Ma thjesht për më tregu që mas pak të 6 herë ka qenë kulla e tij e djegën. Dhe gjatë kohës kulla e ka djeg, ai kryesisht rrugtimin e ka bën në fshatra ndryshme të Drenicës, po edhe në Isniq. E për fat keq sa herë ka shkuar në Isniq dhe Isniqi është djeg. Por çdo kush që ka strehu isa buletinin në ato kohë të vështira i ndjek edhe ato fshatra. Kështu që me krenari njëm që me buletinit dhe me krenari them që kulla e sa buletinit nuk e ka trajtimin e mirë nga institucionet, për shkak se edhe konservimi dhe restaurimi që është bën kohën e pas luftës në atë kohë ka qenë ministri Brajshori nuk është bën mënyrën e duhur. Kulla e sa buletinit është kulla e cila e ka vetëm rënojet. Kjo është kulla grave. Pra do të kthehet kulla e cila ka qenë e burra dhe poshtë do të kthehet muri rrethues i cili ka qenë si mboroj. Pra është i vetmi mur i kulla i cili është me franxhi. Pra dhe poshtë do të kthehet edhe parkingu, t'i kthehet edhe territori, se në një mënyrë kur vjen dikush të shen një tonat kullë, o bor shumë të vogël, nuk ta lën përshtypjen që ato kanë qenë 300 ushtarë. Pra do t'i kthehet obori rrethues që ka pas, me murin rrethues, të ndërtohet kulla e cila është për momentin e rënuar, dhe kjo kulla është mirë që është, po pa u kthy kulla tjetër, Si deputet, nëse zgjidheni, a keni më shty që të dejtësit projekt për para në qeveri, ose edhe nëse keni pozitë ekzekutive, a keni me kërku më fut në buxhet të viteve pasuse investimi më i madh në kullën e Cabuletit. Aja dhe pse kom him politikë, kom him për shkak se politike si mungojnë kuadra shpesh të fushës. Gjithsesi që prioriteti jam është arkeologjia, në këtë rast në mesin e arkeologjisë, edhe që është edhe pjesë e historisë, është kulla e Cabuletit. Gjithsesi se unë dal prej atij o gjaku dal, gjithsesi domthonë do ta shtyj dhe nuk do të lëm vend pa lëviz si aja kull të kthen nomin ashtu që ka pas. Po kthehemi pak edhe do tema më konkrete. Gjatë mandatit kaluar shumë është përful në publik çështja e kodit civil për shkak drejtave të komuniteteve ndryshme me orientim seksual, cili ka me konë qëndrimi jo kodin civil që ka qenë e propozum, a kime votu aja. Sepse ka pos kundërshti edhe mrena njerëz të vendosjes Guxës do janë kompru do kontra për sa ta kam. Në mesin e atyre edhe pse unë kom kandidu. Pro jam një fytyrë pranueshme në qytet, i cili kam një respekt jashtëzakonshëm për qytetarëve, edhe ton kohën qytetçina me fëmijë dhe me gru. Mon nona më ka vdek, po ton kohën edhe me nonën kam dalë në qytet, kam pi kafe ton kohën. Kështu që për mua familja është e shajt dhe ekip po më nëj përgjigjen me njerë të prej me negativ e ki dhe nuk kisha dasht me Do më thonë nuk e votane. Jo. Në versionin që është aktual. Në rast se dikush del me familje, që të kohën është me fëmijë, me gru, me në lokale, në rrugë, pin kafe, menoj që jam mesin në që aty, por mu familja është e shajt. Qysh po pritet kandidatura jote në qytetet për rreset, kom po edhe me Donikën, ja kom edhe nisje përmena në qytetet tjera, a po të presin mirë, apo të shohen si krahi fatunit, apo të shohen si ta Filpici, apo kombinim bashkë? Po e thash fillim, na e kemi pas që të lashe gjithë me fatonin, gjithë na kanë gatru, edhe na njojnë si djem taqës. Po, Donika ka një respekt jashtëzakonshëm për mua, duke di që jem prej fillimit në Guxa, po mirë prit na jo vetëm nga Donika, po edhe nga gjithë strukturat e Guxës në të gjitha qytetet, për shkak duke ditur që ne kemi qenë prej të parëve, dhe po ashtu edhe komuniteti e artistëve më ka jap një mbështetje të madhe. Ata pak artistë asoj ka Kosova, po mirë, po është e kam një mbështetje edhe nga ata, edhe nga qytetarët, edhe besoj që kësaj herë do t'ja dalë mirë. Sa dhe posh, sot kur përgjerohet emisioni, e posh që ke pos disa vizita me Albin Kurti na për Mitrovici, kështë taku do zejtar, do punëtor shëndetësor, premtime për spital 3, premtime për investime në minira, çka konkretisht premtu të sëtë? Jo, edhe a keni mi realizua veç premtime? Jo, nuk është premtim. Në buxhetin e vitit tashëm që është 4 miliard, Mitrovica përfiton një prej spitale më të mira në Rajan. Por në
qeverisja Kurti 3 do të ketë 2 spitalin, mesin e tyre një do të ndërtohet në Mitrovic, do ta ketë një urë, gjimnazi është prioritet dhe ka hyrë program që të ndërtohet në Mitrovic, por shkak se nuk ka mundësi më të renovohet ish objekti i gjimnazit, dhe po ashtu do të ketë investim edhe shkolla Avdlla Shabani dhe 3 qirë të tjera. Pro do jenë investimet kapshme, e sa i përket Trepshës, kryeministri Kurti në programin e tij do të kontaktojnë një korporatë ndërkombëtare, e cila do të bëjë hulumtime për shkak se pasuria në teksore të ne është jashtëzakonisht me bollok dhe don me pas një korporatë e cila ka një makineri më të avancuar për me mujt me hulumtime. Me bo hulumtime, po edhe me mujt me si ndrit gjithat pasuri edhe me pas në pak a shumë me aktujat nomen që dikur Mitrovica e ka pas. Shefën e maherët ju e dini që Mitrovica është njëftë si qyteti minatorëve, si qyteti Trepshës, dhe shpesh thonë qyteti kulturës, artit dhe sportit. Po kur ka zhvillim, ka kulturë dhe art dhe sport. Tash Mitrovica njësin nga rastet me mas shumë të sociale, rastet sociale mas shumë të nivellit Kosovës. E këtë kjo e ka bo për shkak të sigurisë dhe ekonomisë. Kështu që në besoj me... Tof, politika që është për ty është profesion, a mision? Ja, në gjatë politika është... Unë me profesion jam piktor dhe nuk dalë në asë një mënyrë nga ato vija. është mision, jo në dorose që do të mi shty dikush, thjesht edhe është sakrificë. Edhe është sakrificë, edhe është mision. A pret fitore nivel qëndrur edhe nivel lokal Mitrovic, ku është se zakonisht tani kemi fitu 60%, 50%, tani po binin 42%, ku është koalicionin vetëvendosje goxha qeverinës me bo pinon shkurtit, shumë prapë zgjedhje, mundësia me shku zgjedhje apet prill nëse nuk zgjedhet presidentja. Çka tutje? Ndezon këto ditë fushatës e kom thonë kur ne kemi hinë në zgjedhjet e rregullta me Faton Pecin për kandidat për kryetar, kemi menduar që jemi shumë mirë. Dhe duke menduar që jemi shumë mirë, na nuk dolën shumë mirë për shkak se nuk punum shumë. Dhe na u dash me hinë ballotazh, por kur hinë në ballotazh na i çetëm disa objektiva dhe fal aty në objektiva na e tejkalum ato çka kishim pas objektiv. Mendoj se zgjedhjet e shkurtit, kur VV-ja dhe koalicioni dul 42%, mendoj që ne si patëm objektivat dhe dolum keq. Dhe ai rezultat bëre që na të mos bëjmë qeveri. Rezultati 28 dhjetorit. Po ju garantoj dhe keni me pa që do të jetë për mi 50% në nivel nacional. Shumë ambicioze. Jo, nuk është shumë ambicioze se nuk po folën me shifrat të tjerëve që shkojnë 60-70%. Po çdo dalin nër 50% na do të shihim. A kemi orë në intervista, edhe mu përvallë me se ka thonë. Unë edhe në paraqitjen, kur është kandidu Faton Peci, i kom thonë që Fatoni do të jetë kryetari i Mitrovicës, Albin Kurti kryeministër. Po i kom thonë edhe me rënd parë, keni thonë që Faton Peci fiton atë. E thash që si kemi pas objektivat, po e kemi arrit. E kjo është e njëjta, me rondin e parë, me zgjedhjet e shkurtit, ke 42. Tash na kemi ngërrit që 42-shin kemi shku te 50. Tha prej 2015 me Faton Pecin je kon bashkë në politikë, me sa dy një mira ma herët në politikë, para 2015. A ka thonë a herë që qka është bal pilo politikë në moment vështirë një jetë, që ty të ka thonë edhe që se avlinë më mirë për këthejna veç profesion të artistit? Po ka qenë 2021-ën, kur kam lënë pozitën e drejtorit kulturës, rinjës dhe sportit, nuk kam pranuar faktikisht me marrë asnjë pozicion. Thjesht i kam kthy artit dhe ka qenë vitet prej më të mira, çto 3 vitet, 4 vitet e fundit, për shkak se s'kam lënë vend botës pa marrë pjesë me prezantime. Tu e përfshi Argjentinën, Rumaninë, e shumë vende ndryshme të botës, por ka herë njëri ka nevojë me më marr pak edhe me veten. Më marr pak me veten, po kur janë interese nacionale ka herë duhesh me shtyhet ato procese. Në prezantim thjesht këtij vendit i duhet edhe në nivel nacional. Unë do të thoya për shembull se te Ministria e Kulturës do na më shën diku në ofër për më jap disa vretje. Janë komision parlamentar, janë ministria. Do të me pas njerëz të fushës, se pikërisht kur s'po ka njerëz të fushës, tani po ka edhe çalime në shumë procese. Qysh e sheh rezultatin ma konkretisht në Mitrovic? Si vesh në Mitrovic, në qytet Mitrovicës,
me 28 dhjetor, që sheshe. A keni me dojnë partia por apet se rezultatin zjedhe lokale, këtë që atë, 48-52. Në nivel lokal, e shoh guxon vetëvendosi me guxon dikun të 57%. Mirë. Cili që shpeshe rolin e diasporës, kanë thonë, kanë me orë shëm, Albini Zhagite pak krejt proceset e zgjedhjes kryetarit të qeverisë për mirësi dotën e zgjedhjeve të 28 dhjetore, a peshe që me pas ndikim, a shet që me pas ndikim ordhja atyne edhe numër të votues edhe në favor të partisë juaj, apo jo veç po kështu me përvecu diasporën sa ajo është e barabartë me krejt. Jo, në diasporën na nuk mundem me përvecu, diaspora i ka po dukshëm, i ka prek, i ka po sukseset e qeverisë Kurtit, domethënë sukseset e Albin Kurtit, dhe mendoj që ardhja atyne është e mirëpritun dhe ka më qenë një infuzion shumë i madh për qeverinë, për neve, e sidomos për koalicionin, dhe keni me pas që kanë më qenë vendimtarë në që ngritjen e rezultatit. Pra diaspora ka më qenë vendimtare në ngritjen e rezultatit. Se jo gjithë syt ka diasporas për mirë me njerëz këta. Jo, na nuk po them që s'merrem, se na jemi keq, i kemi për 40%, për 40 diçka, po mirë, po edhe kjo masa e madhe kur vjen, ai entuziazmi i mërgatës, besoj që kam nxirr tepër mirë. Dhe na do të më qenë shumë mirë njerëz dhe falenderues ndaj mërgatës. Mos harrojmë se LDK-ja herën e kaluar ka pas shumë vota për diasporë. Tash qyshe tek e se, nuk e di. Me manipulime, po e sheni me 28 dhjetor se do shkoj. Se aja LDK që e thute, e din sa vota e ka në Mitrovic. Mitrovicative, që në di që ka dhe në Prishtinë, ka në Peje, ka pakani, në rajonin 02, LDK është pak ma ndryshe. E këne dëmtu të fatun e vjusa prej që a këne nisë më shkut për i ty, dhe më këne shkaktu dëm të madhë Mitrovic. Po sleftohet me 3 figurat qendrore, me 3 figurat kryesore, dhe pikrisht për çata ka orë çat gjendje. Aja që më bën mu përshtypjet e të është për shkak se nuk je person konfliktuaz, kështu nuk je si do tana partitë që kanë ka dë që shohin ka pak Facebook e thojnë këta janë në të bosha, ase përnolla ma për porat e që ke pyetje. Pse e parafunit në secilën partinë, vetëvendosje, PDK, LDK, gjithë janë dë që ngritin polarizime, ju thojnë këta janë në të bosha, këta janë në të bosha, shohin ka pak nërmje vete, ti nuk polarizohesh me kërkën, nuk ofendon, kërkën e ki një farë qëndrimi pak ma të butë. A është puna pse je artist, a është punë personaliteti? Prej përvojës kam punu shumë vite në arsim. Për pas arsimit kam udhëheqë edhe shoqatën e artistëve figurativ, artistat i kam udhëheqë, drejtori i kulturës, dhe në gjithë këtë segment ki njerëz sportive ndryshme. Por me udhëheqë nuk ka qenë e lehtë. Pra dosh me pas një farë balanci. Prandaj edhe kësaj herës kur dal te qytetarë dal shumë mirë se jemi pranueshëm edhe marr vota edhe nga partitë tjera. Për arsye se sjellja me qëndrimi ndaj gjithë qytetarëve ka qenë një njëjtë. Edhe unë mendoj që qytetarët e Mitrovicit të pa parasysh këtë vlerë teme. Mendoj që kësaj herë kanë me votuar dhe kanë me dal bagi mirë i votu Mitrovic. A pret me dal deputi me herën e fundit me non shkurt Fatën Peci u dal prej kandidatëve të Mitrovicës që kanë vendlindjen Mitrovic, kandidati më i votum Mitrovic, 12.000 vota s'po di. Afërsisht i ka pas. A pret me dal prej kandidatëve të Mitrovicës, kandidati më i votum që të nxirret të pas parasysh se tash ju guxoja keni pak edhe komunën edhe pak ta japni mbështetje Fatun. Dhe unë thash që gjithsesi mbështetjen e kam të kryetarit të komunës, ajo është ditë, po është me rëndësi me pas mbështetjen e qytetarëve. Nuk kam ndonjë objektiv, nuk mund të them që kam ndonjë se si mund dalë, po besoj që do dalë mirë, për shkak se gjitha këto vlera të i po parasysh familja, të i po parasysh rrethë, shoqëria, punë cilat i kam punu deri më sot. Unë vetëm po duam ta cekë këtë se gjatë kohës unë kam qenë drejtar. Ke qenë drejtar 2 herë emrum? 2 herë. Edhe asamblesë, apo? Edhe asamblesë, e që rroll kush ka mujt me shun në drejtorimi disa muaj ose një vit. Ju e dini që edhe drejtorat para meje, edhe këta mas meje, domthonë kam pas të lashëm një vit, 2 s'ka. Se di që ka ndaj drejtor që ka mujt me qenë. Pra të e pas parasysh këtë vlerë, besoj që këso herë do dalë shumë mirë, edhe qytetarët e Mitrovicës do ta kenë nderën
se gjatë kohës sa kam qenë drejtor kam realizuar këto projekte. Ju dini që shtatorja Artem Jasharit me kërkestimin në qeverinë është bërë. Shtatorja Harun Bekës, monumenti Masakrës Tregut, monumenti i Egzodit, po ashtu panoja i buletinit që është vendosur në qendër qytetit dhe fotot e intelektualëve të qytetit. Cilën vetë të vendos panoja në sheshat kujtohet? Panoja ka qenë e vendosur në buletinit, ka qenë mund të kenë qenë shumë më herët, po është dëmtuar gjatë kohës tëm, ka qenë e vogël. Ndërsa në mandatin tëm dikun është 16 metra. E kemi hek, Ke po zyren që atë dhe identifikoj që bashkë me isën të zyre ju dhe ka po të moda. Edhe Isa, kur ka dalë prej kulle, ka dalë me familjarë dhe me ushtarët vetë, se nuk i ka pasur ushtarë në lorë. Kështu që edhe unë, e startin e filloj prej Mitrovicës, me qytetarët e Mitrovicës, e në Prishtinë, mësa më rri, ato nuk kam në objektiv. Kështu që gjithë kush fillon duke ndërru, nuk ka ma mirë, se sa me ndërru parin dhe vendit edhe tonë. Pra ndaj edhe kjo është lutja jam, edhe për qytetarët, votoni qytetarët jo, votoni kandidatë të cilët i keni qytetit, se ju e dini që shumë na kemi pas të lashëm me qytetarët, për arsye se jo po i votojmë, s'po na shelin telefonin s'po i shohim, po s'mundesh mi pas se si në Mitrovicës. Une kum lind qëto, ju më rrit edhe kur nuk kum pas në lëvizje. Edhe për qytetarët e Mitrovicës si panoja e buletinit jam dhënë të kohën në qytet. Dhe por më mundsua aty që ata me pas një kontakt e kam ndërmend se si di që ka bëu dikush me hap një hapësirë, një zyre, ka mu punësu një asistente edhe mi pranu kërkesat e qytetarë. Pro thjesht... Ta unë nisin që ashtë në fillim kërë të bëndë deputet, asë një se këm dëgju që ka thonë që të premtim. Pro me pas një asistent ose asistente ku unë dëna me qenë atë mi marë kërkesat e qytetarëve se të ke fundi deputete për që të ashtë. Nuk është për me bo në mrekulli, ati me bo... Po me marë kërkesat e qytetarëve, problemet e qytetarëve edhe me adresu në... A mund është pak pika shkurta me na tregu cila ka qenë familja jote, vështërsit, sfidat, e shkollimet edhe dhere so ja keni stani më marë profesionalisht me artë. Sa i përket femeris, nuk kisha dash shumë ullëshu se këm pas në i femerit. Mirë, për shkak se... Si krejt na? Jo se të unë ka dalu. Për shamo, babgjyshi, në shpitam, jemi rrit ku edhe fëmijët në djep kanë qenë vronë. Pra, 2 fëmijët e familjes tonë kanë qenë vronë. Luftën e dyta. 39. Tash ne jemi rrit me qatë frimen, e dyta gjyshe e cila ka qenë gruja babgjyshit, gjysha, për herë parë këm pane që është me vajtu, për shkak se ka pas një vllot zhdukën. Edhe është e familjes e Qelaj, Raif Qeles. Dërso nga ona e gjyshes dojve, edhe e ka pas një vllot zhdukën. E në luftën e fundit, Avni Kushtova është një pioni, i shpista. Pra të më thonë, jo në efemerit mirë, për shkak se unë jam rrit me gjyshën me babgjyshën, të në kohën, i kemi përjetu që to vujtjet, pastaj edhe çka është ma në familjen të anve gjyshën me vllazën ka me të gjitha gjallarët kanë shku në Shqipëri. Ne në Gos dhe në Qeres Shqipërisë kemi shumë familjarë. Më shumë kemi atje se so në Buletin dhe në Mitrovicë. Familjarë tonë atë. Bile njëri prej tyre kam patë mbri që tjetë edhe shef i gardës së Sali Berishës. Pra në efemeri jo shumë e mirë, po si në zënës kam qenë dallum, nuk munem shef, se o shkolla Migjeni kam qenë zënës e shkollës Migjeni, dhe në klasën e 6, në karat federative në atë kohë kam qenë i 3 në ishë Jugoslavi. Pra çdo herë kam qenë... Çfarë garësh? Të vizatimit. Çdo herë kam qenë zënës që më i mirë në nivel lokal, në nivel qytetit. Për cilën vetë po flasëm për afërsisht? Po mund kjo kur e kum përfundonën 91 në shkollën fillore, kjo mund të jetë 89 apo 88. Domthon kam qenë disa herë nxënës që më i mirë në nivel lokal, në qytet Mitrovicë. E përmeni Albini edhe në ditë kur të prezantoj ty një garë që ke marrë pjesë në dar artistat botëror që e vlerësu. E kjo është kështu. Po. Kjo është kështu. Sa i përket përgatitjes profesionale të fushës së artit, ndoshta ai ka më shumë se sa shumë profesor që në universitetet vendore edhe në rajon. Ka marrë pjesë për mi 30 për një bienale ndërkombëtare që është arritja më e madhe e një artistit. Pra nuk mund merr gjithkush pjesë në bienale ndërkombëtare. Dhe po ashtu ajo ka qenë nga shoqata e artistëve pa kufi në cilimin në Tokyo, unë jam vlerësuar mesin e 11 artistëve eminent botës, eminent shumë është të botës, për kontributin e dhënë në zonat e rrezikuara të luftës. Pra, unë këtë rast si artist kam shërbyer në zonën e rrezikuar të luftës pas luftës, dhe disa tjerë në zonat ku kanë qenë globale
por atë arsye më rëndin ka shoqata e artistëve pa kufi në Selinë e Tokyo. Mesazhi i fundit për qytetarët për zgjedhjen e 28 nëntorit. Mesazhi i fundit tonë mendoj se në rast se dikush ja ka bërç Albin Kurtit, ja ka qyteti Mitrovicës, veriu i Mitrovicës, që ja ka kthy sovranitetin dhe lutje që të dalën masovikisht në votimin, të votojmë në 28 dhjetor që Albin Kurti, kryeministi tashëm dhe i ardhshëm, të kalojmë më 50%. Domthonë parashikimet tona dhe tjetë një fitore tamam qyshe meriton edhe vetëvendosje me koalicion, po edhe qyshe duajnë qytetarët, edhe sidomos të diasporës. Zotita Filpisi, ishte kënaqësi të kem përballë në emision. Faleminderit shumë që ke pranuar me marr pjesë. Faleminderit shumë, qytetarët e dinë që numri jam është 105, koalicioni vetëvendosje, guxë, faleminderit nga zemra. Shikus të nderuar, shihemi në emisionin e javës së ardhshme. Faleminderit shumë.